Të dashur qytetarë, të nderuar gazetarë, dje kuvendi, siç e pam, nuk arriti të zgjedhë qeveri të re, përkundër tentimeve të disa hershme shtërruese dhe gatishmërisë sonë të hapur e të sinqertë, përpjekjet për ndërtimin e një shumice qeverisë nuk e dhanë rezultatin të cilin e synuan. Asnjëra nga partitë parlamentare të cilave u kemi bërë ftesë nuk ka pranuar të bëjë një marrëveshje për bashkëqeverisje, megjithse vota e qytetarit kësaj radhe kishte përcaktuar që duhej të kishte një koalicion qeverisë. I bëm ftesë 2 herë LDK-s dhe kemi qenë në kontakt vazhdueshëm me nismën. LDK refuzon kategorikisht një qeveri të udhëhequr nga unë, kurse nisma përfundimisht nuk deshi të jetë në një qeveri që e drejtoj unë. Po të rezononin ndryshe këto dy parti edhe të pranonin ofertën tonë për bashkëpunim, ne jo vetëm që do të kishim numrat e nevojshëm për të formuar qeverinë e re nga kjo legjislaturë, zgjedhjeve parlamentare të rregullta, të lira, të ndershme të 9 shkurtit si vjet, por edhe do të mund të jepnim zgjidhje çështjes së zgjedhjes së presidentit e cila na pret pas vetëm 4 muajve. Duke e parë disponimin e elektoratit të lëvizjes vetëvendosje dhe të lidhjes demokratike të Kosovës, jam përpjekur shumë që ta shkëpus LDK-n nga PDK-ja. Në vitin 2020 ja arritëm, por vetëm për 51 ditë. E provuam përsëri me leadershipin e ri të LDK-s, por pa sukses. E vetëm një mënyrë se si LDK pranonte të bëjë pjesë e qeverisë me ne, ishte që edhe PDK-ja të jetë aty brenda. Për neve kjo është e papranueshme sepse e dëmshme. 4 vitet e këtij mandati na e kanë dëshmuar se qeveria është stabile, atëherë kur përveç numrave në kuvend, i ka edhe numrat në kutitë votimit. Dhe se interesat e vendit mbrohen dhe afirmohen më së miri, atëherë kur kryeministri dhe qeveria gëzojnë legitimitet të madh dhe të drejtë për drejtë nga populli. Dua të theksoj se unë dhe lëvizja vetëvendosje jemi të interesuar, andaj angazhohemi të punojmë që ta zhvillojmë shtetin e jo që ta mbajmë pushtetin. Prandaj para çdo marrëveshje që shtrembron vullnetin e qytetarëve në zgjedhje, ne zgjedhim zgjedhjet. Kjo është edhe arsyeja pse vendi natyrisht, siç e pam nga dita e djeshme, nuk ka rrugë a mënyrë tjetër përveç se drejt zgjedhjeve të reja. Nuk ka qenë preferenca jonë, jemi përpjekur që çdo herë kur është kërkuar nga ne, obligimin ton ta kryejmë me kohë, edhe kur kemi votuar menjëherë Komisionin për verifikimin e mandateve, edhe kur kemi propozuar menjëherë për kryetare kuvendi Albulina Haxhiun, edhe kur kemi propozuar menjëherë metodën e votimit të fshehtë, edhe kur e kemi zëvendësuar menjëherë Albulina Haxhiun me të tjerë kandidat derisa u votua kryetari aktual i kuvendit Dimal Basha, dhe lëvizja vetëvendosje ja ka dërguar nominimin tim presidentes së Republikës menjëherë për të filluar me përpjekjet për zgjedhjen e qeverisë. Kur janë afruar afatet, ne nuk kemi hezituar asnjëherë. Por tash ndërkohë kemi hyrë në muajin e 8 të vitit të 5 të mandatit tonë të plot 4 vjeçar. Nuk e kemi menduar që do të ndodhë, sigurisht që nuk e kemi dëshiruar, por dita e djeshme vetëm sa e zgjat një mandat të këtillë. E në këtë mandat që është mandati i qeverisë në detyrë, ne kemi përplot detyra të cilat po i kryejmë me përkushtim dhe përpikri. Më lërni të përmend vetëm disa prej tyre. Kemi vendosur gur themelin e qerdhës së re në Bardhosh Prishtinës investim prej 1.17 milion euro.
Kemi vendosur gurthemel 3 edhe për shkollën fillore dhe qerdhen në lagjin e Boshnjakëve në Mitrovicën e Veriut, investim i mashtit me vlerë mbi 4.1 milion euro dhe shkollës re në Fushë Kosovë pashtu. Gjithashtu edhe depoja e barnave në Fushë Kosovë po ndërtohet duke e bërë vendin tonë me depo të duhur të barnave pas më shumë se 2 dekade. Kemi vendosur edhe gurthemelin e objektit të ri të QKMF-s në Shtime dhe objektit të ri të entit special, pastaj të pishinës së dytë gjysmë olimpike nivel vendi në Podujev, të stacionit të policisë në Zubin Potok dhe të ndërtesave të banimit të përballueshëm dhe social në Pej, Podujev, Gjilan, Istog. 404 njësi banesore janë duke u ndërtuar prej se jemi qeveri në detyrë. Kemi vendosur gurthemelit e 2 urave treja mbi lumin Ibër Mitrovic, njëra tashmë ka përfunduar, ndërkaq tjetra është në ndërtim e sipër, si dhe të stadiumit të qytetit të Theron dhe Suarekës, investim i MKRS-s në vlerë prej 11 milion euro. Ndërkohë kemi përuruar fundruesit për sistemin e ujit të pishëm që u siguron ujë të pishëm e të sigurt për 10.000 banorë të Stogut, objektin e ri të stacionit policor për mbikëqyrjen e kufirit në Izvor Zveçanit, 2 kilometra larg kufirit me Serbinë, zyrën e re të postës Kosovës në Leposavić, urën për automjete në lumin Ibër, 3 qerdhe në Fushë Kosovë, në Shtime dhe në Kamenic, bypassin në Vushtrri në drejtim të Mitrovicës, punimet në segmentin Zahaq-Klin e kështu me radhë. Ndërkaq i kemi rritur shtesat për nënat Lehona nga 170 euro sa ishin në 325.9 euro dhe pagesën e qeverisë për pushimin e Lehonis e kemi ngritur nga 223 euro në 319.5 euro. Kemi ndarë 100 euro shtesë për studentët e gjitha niveleve dhe gjitha universiteteve të akredituara në vend me rastin e fillimit të vitit të ri akademik. E kemi funksionalizuar bordin e përbashkët Mitrovicës, rezultat i të cilit është dhe nënshkrimi i memorandumit të bashkëpunimit ndërmjet MMPHI-s, komunës jugorit Mitrovicës dhe asaj veriorit Mitrovicës për projekte të ndryshme infrastrukturore në mesin e tyre edhe ato 2 urat e reja. Jemi antarësuar me drejtat plota në HR dhe në Aleancën Evropiane për praktikën profesionale. Ka vazhduar programi kompakt i korporatës së sfidave të mijëvjeçarit MCC. E kemi mirë pritur dhe kemi marrë pjesë në Defender Europe 2025 me afër 1.000 ushtarak të Forcës Sigurisë Kosovës, pra ushtar, oficer e nën-oficer. Jemi pajisur me dron amerikan Puma, autoblinda amerikane dhe mira dron luftarak kamikaz Skydagger. I kemi nënshkruar marrëveshjen e bashkëpunimit për ndërveprueshmëri dhe siguri në komunikim CISMOA në mes të Forcës Sigurisë Kosovës dhe J6 Komandës Evropiane të Ushtrisë Amerikane, si dhe kemi nënshkruar kontratat për stadiumet të futbollit. Së pari ne nuk kemi marrë ende ftesë nga zonja presidente, natyrisht që do të konsultohemi me të. E dim që për herën e dytë, eventualisht, është në diskrecionin e saj çështja e mandatarit për formimin e qeverisë. Nga ajo çfarë dëgjuam dje dhe në bazë të rrethonave që ekzistojnë, duket që të gjithë tash po përgatiten jo vetëm për balotazhin, por edhe për zgjedhjet e reja parlamentare. Mbas është për të ardhur keq që do të mund të kemi përveç balotazhit edhe 2 herë zgjedhje, edhe zgjedhjen dimër edhe zgjedhjen pranverë, sepse kur nuk arritëm t'i bëjmë 61 deputet për një qeveri të re, atëherë është vështirë imagjinueshme që do të mund t'i bëjmë kollaj 80 deputet në pranverën e vitit arshëm, dhe i kemi vetëm 4 muaj drejt zgjedhja e presidentit apo presidentes, pra afatet kohore po ikin me shpejtësi dhe është për të ardhur keq se përveç balotazhit do të mund të kemi edhe 2 herë zgjedhje, kemi mundur së paku këto zgjedhje të dhjetorit të evitojmë
e ti kemi eventualisht vetëm ato në pranverë. Por, le të presim tash, janë 10 ditë afat për zonjën presidente, për rrugën përpara, e cila në bazë të gjitha fakteve, shenjave, është veç sa jo e zgjedhjeve të reja. Unë e thash edhe në ekspozin time dje, që një vend pa bugjet është një vend i cili nuk mund të ecë përpara. Ne kemi të drejtë që ta propozojmë bugjetin për vitin 2026 në kuvendin e Republikës, në bazë të ligjit mbi qeverin. Mirë po, në të njëjtën kohë do të na duhet të bëjmë shumë konsultime me juristët në mënyrë që të shohim se si është rruga përpara, meqense fakti që qeveria miraton një propozim buxhet për vitin 2026, kjo nuk do të thotë që puna ka mbaruar, por vetëm sa ka filluar. Nuk janë ende komisionet parlamentare në kuvend të Republikës dhe gjithashtu cili do të ishte ai buxhet i cili do ta kishte mazhorancën prej 61 deputetëve, sepse në 2 lexime do t'i duhet edhe buxhetit që të kalojë në kuvend, në të cilën siç e pam dje, qeveria, kabineti i ekzekutivit që propozova unë i morri 56 vota. Pra ka shumë të panjohura për rrugën përpara dhe dita e djeshme i ka shtuar ato. Së pari të gjithë emrat të cilët janë propozuar për dikasteret qeveritare janë rezultat i analizave tona të brendshme dhe emrat e përveçëm nuk janë rezultat i ndonjë vlerësimi apo mos vlerësimi, po janë kryekëput çështje e fazës që na pret për planet dhe programin tonë. Rrjedhimisht të këtilla plane kemi edhe për emrat e përveçëm që u thanë këtu, për zonën Arbria Nagavsi, për zonën Rozeta Hajdari, për zotëri Besnik Beslimin. Ne do të jemi bashkë në këtë ecjen tonë, por kush, ku edhe kur, këto janë diskutime të cilët edhe një herë po ritheksoj, nuk kanë të bëjnë me vlerësimin ose mos vlerësimin tim, por me fazat që na presin. Kemi pas ndërrime të dikastereve, ndërrime të pozitave, dikush që ka qenë deputet është bërë ministër, e kështu me radhë, do të thonë absolutisht nuk bëhet fjalë për kurfar gjykimi ndëshkues të asaj çfarë kam prezantuar unë dje. Ndërkaq që më duhet të them që për kryetarin e kuvendit Dimal Bashën, gjithmonë e kam paramenduar atë në ekzekutiv. Pra për kurti 3, unë kam menduar që Dimal Basha duhet të vijë në ekzekutiv. Dhe ju e dini shumë mirë që propozimi i lëvizjes vendosje për kryetar kuvendi ka qenë gruaja më e votuar në këtë legjislaturë, Albulena Aghiu. Meqense su bëhe pamundur të ecim përpara me Albulena Aghiun dhe në ndërkohë në erdha gjykimi i gjykatës kushtetuese, akt gjykimi i saj i cili ishte për bindjen time të vazhdueshme i çuditshëm, ku thuhet që duhet provosh 3 herë, atëherë ne filluam të provojmë emra të tjerë. Dhe edhe aty nuk është mirë të nxjerrën konkluzione se dikë që e propozuam nuk e donim në qeveri, apo dikë e ndëshkuam, apo dikë e lavdruam. Në fund u votua Dimali, unë besoj që Dimali e bën shumë mirë punën si kryetar kuvendi. Gjatë kësaj periudhe, e cila është rreth 2 mujore apo jo, nuk kam asnjë vërejtje për punën e tij. Edhe duke qenë të njëjtin subjekt politik si jemi ai dhe unë, por besoj që vlera e tij e madhe një mend do të ishte në ekzekutiv. Mirë po, ajo çfarë ne besojmë, dëshirojmë dhe ajo çfarë realizohet shpesh herë nuk përputhen. Prandaj edhe dje ishte shansi që Dimal Basha të vijë në ekzekutiv, mirë po duket që po e duan aty. Ishte shansi që të përfundoj edhe ky mandati i kurtit 2.5, si ta quajmë tash, edhe kjo nuk u shfrytëzua. Tash jemi në këto pozicione siç jemi, por edhe një herë po e potencoj që harmonia e brendshme në lëvizjen vetëvendosje, në kabinetin tonë qeveritar, kur nuk ka qenë më e madhe se tash, përkundër emrave të cilët janë ndryshuar për shkak se për neve është i njëjti program i së njëjtës kauzë.
E njëjta vlen natyrisht edhe për zëvendës kryeministrën, e cila unë synoj të jetë po ashtu në atë pozitë, zonja Donika Gërvalla, e cila ndron dikasterin ekzekutiv, por jo edhe pozitën, do të jetë zëvendës kryeministrja ime e dytë herë do kur që e votojmë qeverinë. Ne kemi komunikim të vazhdueshëm me ambasadën e Shtetit Bashkuara këtu dhe po diskutojmë se si mund t'i avancojmë raportet tona, dhe unë besoj që kjo do të mund të arrihet, por në base kontributi më i madh që mund të bëjmë bashkërisht tash si shtet, është pikërisht që sa më parë të mund të ecim me formimin e qeverisë dhe me normalizimin institucional të Kosovës. Kemi pas një 4 vjeçar fantastik sa i përket stabilitetit institucional. Në Kosovë jo vetëm do thosha që nga shpallja e pavarësisë, por që nga çlirimi nuk ka pas një kështu stabilitet institucional sikurse 2021-2025. Viti 2025 ka pasur ngërçe dhe sa më parë që dalim prej këtyre, unë besoj që edhe gjëra tjera si puna e dialogu strategjik do të mund të avancohen. Unë kam pasur takime dhe kam synuar takime vetëm me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe me Nismën Social-Demokrate. Kam besuar që me udhëheqjen e re të LDK-s ne mund të bëjmë një koalicion. Kryetari i ri i LDK-s në vitin 2021 është uruar prej meje, kur e kam marrë detyrën e kam uruar, ai ka qenë ministri imi, dhe unë kam besuar që mund të bashkëpunojmë. Në anën tjetër, partia që ka kryetar zotri Limajn është Nisma Social-Demokrate. Ajo doli nga grupi me AK-n dhe me këta të dy kam synuar. Nuk kam synuar takime me subjekte tjera, por tash në politik, përveç mos pajtimeve, janë edhe çudit. Unë nuk po e kuptoj saktësisht Lidhjen Demokratike të Kosovës, t'ju them sinqerisht. Nuk duan qeveri që udhëheqet nga lëvizja vetëvendosje dhe nga unë. Nuk duan ta formojnë qeverinë e tyre me partitë të tjera opozitare, por insistojnë disa zgjedhje të reja ku përsëri do ta përsërisin atë sloganin që ne dalim të parët, por nuk dalim të parët. Domethënë, është një çike çuditshme për mua kjo sjellje. O bë koalicion si i treti me të parin, o bë koalicion me dytin kundër të parit, ama diçka duhet bësh. E tash kjo ka shkuar shumë larg. Një herë kisha përshtypjen që me të vërtetë ndoshta e kanë me mua personalisht. Thjesht s'duam që Albin Kurti të jetë kryeministër, edhe kjo për neve është e pa negociueshme, e pa imagjinueshme. Mirë, po kur po e shohim tash para balotazhit, ata janë kundër edhe liderëve lokal të LDK-s që po duan të bashkëpunojnë me vetëvendosjen. Mirë, Albin Kurti nuk bën për kryeministër të Republikës, po pse nuk bën Sulejman Meholli për kryetar të VShtR-s? Domethënë, tash po na del që nuk është problemi vetëm me mua. Problemi është komplet me fituesin e zgjedhjeve që i ka marrë afër 400.000 vota. E tash, unë nuk jam penduar që kam provuar me këto dy subjekte të bëj koalicion qeverisës, sepse tjetër çka nuk mendoj që është mirë për shtetin, nuk është as i përshtatshme për neve, por po them edhe një herë, përveç mos pajtimeve, kemi edhe sjellje të çuditshme të cilat nuk dim edhe me tamam si t'i kuptojmë. Dhe krejt në fund është çështja e rritjes së numrit të ministrive. Unë besoj që do të rritej efikasiteti në bazë të përvojës që kemi. Më duhet ta pranoj, më mirë është Ministria e Punëve të Brendshme të jetë ndarë prej administratës publike dhe është e rëndësishme që me administratën publike të jetë digitalizimi. Janë bërë punë të mira, por unë besoj që në mandatin e ardhshëm Ministria e Punëve të Brendshme ndarës për Ministrisë për Administratë Publike dhe Digitalizim do të ishte efikasitet shumë më i madh. Njësoj vlen edhe për infrastrukturën me transportin në njërin anë dhe për planifikimin hapësinor dhe mjedisin në anën tjetër. Gjithashtu vlen edhe për Ministrinë e Financave, ku familja dhe mirëqenia sociale, përkatësisht transferet, është më mirë të jenë të ndara prej Ministrisë e Financave, e cila është një ministri gjigande, shumë e madhe, por besoj që nëse do të ndaheshin në dy ministri, ku në njërin anë ta kishim Hekuran Muratin,
e në anën tjetër andin hotin, gjërat do të shkonin edhe më mirë në fazën e ardhshme, ku natyrisht dimensioni social i qeverisjes sonë do të forcohej. Ne jemi qeveria e parë e cila rritjen ekonomike nuk e ka mbajtur për shtet, po me krejt çfarë ka ditur e mundur është kujdesu që ta shpërndajë në shoqëri.